e cila lavdrohet në mënyrë të paimagjinueshme gjërësisht. Po cila është kjo prokurori speciale? Kjo prokurori speciale është një prokurori e cila nuk mund të prek asnjë aferë që shkon tek narkodiktatori. Ndërkohë arreston, burgos, pa prova dhe si persona në hetim, vetëm si persona në hetim, liderët e 3 partive kryesore opozitare, merr mandate deputetësh, merr mandate të zgjedhur zhvendor, merr mandate të zgjedhur zhvendor nga opozita. Sot kemi deputet në burg, kemi të tjerë drejtues në arrest shtëpie dhe ka një dëshmi dramatike, e them këteve, them me keqardhje. Në rastin vitet 90-92, siç e theksoi e nderuara Doris Pack, në Europë kishte një interes real për liritë dhe drejtat themelore, organizoheshin konferenca, flitej në mënyrë të vazhdueshme. Sot nuk flitet shumë për liritë dhe drejtat themelore të një kombi që vuan një narkodiktaturë. Sot rastet konkrete mbyllen me një formulë bizare, nuk komentojmë për raste konkrete. Pra, i theksova këto momente sepse këto janë gjëra tashmë të njohura dhe këto zonja që shihni këtu janë luftëtarët pamposhtura kundër këtij regjimi dhe kanë një meritë jashtëzakonshme dhe në momentet më të vështira këto nuk kanë nguruar të dalin ballë për ballë, por theksova për të shpreh mirënjohje ndaj jush sepse nuk ka qenë kjo situatë në presidencën tuaj dhe fakti që zgjodh Shqipërinë për të organizuar këtë ngjarje është një mbështetje shumë e madhe për ne. Unë do doja të maja thoja disa fjalë tjera, por u kërkoj mirëkuptimin tuaj sepse sot në Shqipëri kur orëzohet kryepreshkopi udhëheqësi i kishës ortodokse dhe kjo është një ngjarje e madhe për kombin masi parasi i tij shkoi në amshim dhe më duhet të shpreh atij të jemi pranishëm në ceremoninë e kurorëzimit të kryepreshkopit, ndaj dhe ju kërkoj ndjes që duhet largohem. Ju falenderoj shumë për pranimin. Faleminderit.